Mesfushori kombëtares Julian Shehu po përjeton formë të mirë te ekipi polak Widzew Łódź duke kontribuar me gola dhe asist. Ai ka folur për emisionin Studio Sportive në Vision Plus në moderimin e Vilma Mashës. Jam I kënaqur me formën që po kaloj, shpresoj të vazhdoj kështu, uroj të mos kem dëmtime dhe të mundohem ta ndihmoj ekipin sa më shumë të mundem. Për momentin nuk jemi aty ku duhet me ekipin. Shpresoj që gjërat të rregullohen disi dhe unë të vazhdoj me këto performancat e mia. Janë dy pozicione të ndryshme mes kombëtares dhe klubit aktual. Në varësi të trajnerëve dhe taktikat janë të ndryshme. Këtu te ekipi polak trajneri më kërkon të luaj në një pozicion pak më të avancuar, kurse te Shqipëria luaj pak më I tërhequr. Sigurisht që ne duhet të respektojmë taktikat dhe detyrat që na jep trajneri. Diferencat mes kampionatit polak dhe atij shqiptar janë intensiteti, stërvitja, ashtu si dhe cilësia është më e lartë. E ndjek superioren më aq sa mundem. Përsa I takon ndeshjes me Serbinë, ne jemi profesionistë, ne duhet të bëjmë më të mirën në fushë, të japim maksimumin ton. Natyrisht, kjo është ndeshje me presion dhe trysni pak më të lartë se të tjerat. Duhet të dijmë ta kthejmë këtë në favorin ton për të bërë më të mirën në fushë. Nuk di të them nëse na favorizon ose jo është vendosja e ndeshjes nga Beogradi në Leskovac, ndaj Serbisë është ndeshje direkte, do bëjmë maksimumin.